Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim. Sot do të flasim për migrenën. Migrena është një lloj sëmundje neurologjike e karakterizuar nga dhimbja e kokës, që përsëritet në një mënyrë identike dhe mund të jetë shumë intensive. Migrena shoqërohet shpesh me simptoma të sistemit nervor autonom, të përzierë, të vjella, zbjehje ose hiperemi, skuqje të lëkurës, gjerësitje të tjerë. Fjala migren rrjedh nga fjala greke dhe ka kuptimin e dhimbjes së gjysmës së kokës. Dhimbja në gjysmën e kokës është konstante me një komponent plotësuese, pulsuese, më shpesh gjatë lëvizjes së kokës ose aktivitetit fizik dhe mund të zgjasë deri në 72 orë. Simptomat e migrenës në 15 deri 30% të rasteve janë me dhimbje koke, që paraqiten nga një aur. Shfaqet se një shregullim neurologjik kalimtar, më së shpeshti manifestohet në fushën e shikimit, si ulja e amplësisë së shikimit ose humbje pjesëve të fushës së shikimit, ndezje së dritës, e cila na pengon, ose vija të thyera të shëndetshme e tjerë. Simptomat më të rralla mund të manifestohen në formën e dobësisë motorike ose ndjesi shpimi gjilpërësh në ekstremitete, shqetësime në përqendrim dhe të folur. Kjo aur zakonisht zgjat nga disa minuta apo më pak se një orë. Intensiteti i dhimbjes, kohë zgjatja e saj dhe shpejtësia e sulmeve varet nga disa faktorë. Simptomat më të zakonshme shoqëruese të migrenës janë të përzierët, të vjellat, dëshmëria e tepërt ndaj dritës, zërit dhe errërave. Aura manifestohet në formën e një shregullimi neurologjik që i paraprin një dhimbje koke. Dhimbjet përkeqësohen me aktivitet fizik. Po ashtu mund të zgjatet pa dhimbje koke të migrenës, por me simptoma tjerë shoqëruese. Edhe pse nuk është vërtetuar plotësisht, besohet se shkaqet e dhimbjeve të kokës nga migrena janë një kombinim i faktorëve gjenetik dhe faktorëve mjedisor, si për shembull stresi. Migrena mund të jetë një problem i zakonshëm familjar, mosbalancimi i hormoneve në gjak, po ashtu dhe nga arsyet kryesore është shfaqja e dhimbjes së kokës nga migrena. Fillimi i pubertetit mund të shkaktojë dhimbje koke, migrenë te vajzat si dhe te djemt. Gjithashtu ndryshimi i nivelit të hormoneve seksuale tek femrat gjatë ciklit menstrual dhe të ovulacionit rezulton në një frekuencë dukshëm më të lartë të dhimbjeve të kokës nga migrena në krahasim me pjesën maskullore të popullsisë. Gjatë shtatëzënisë, veçanërisht në tremujorin e dytë dhe të tretë, migrena shfaqet dukshëm më rrallë ose është më remision të plotë. Kur shfaqja e dhimbjeve të kokës nga migrena i atribuohet faktorëve gjenetik dhe mjedisor, fillimisht mendohet për shregullimin neurovaskulare. Megjithatë, jo vetëm faktorët gjenetik ndikojnë në shfaqjen e migrenës, por edhe depresioni, ankthi, shregullimet bipolare dhe shumë shkaqe të tjera biologjike. Studimet mbi binjakët kanë treguar se faktorët gjenetik përbëjnë deri në 50% të shanseve për dhimbje koke, migrene dhe zakonisht kjo gjendje në kupton shfaqjen e një aure para dhimbjes së kokës. Gjithashtu, një lloj i veçantë i gjenit mund të ngjashëm rrezikun e zhvillimit të migrenës. Shkaqe të tjera të shfaqjes së migrenës nga pikpamja e aspektit fiziologjik të shpeshtë janë stresi, uria, lodhja, të cilat mund të shkaktojnë një dhimbje koke, tensioni i gjakut. Stresi psikologjik është shkaku më i zakonshëm, po ashtu edhe lëndimet fizike mund të jenë gjithashtu një shkas, ose të rrisin shpeshtësinë e një dhimbje koke, migrene, tashmë ekzistuese. Migrena ndodh shpesh edhe tek femra gjatë menstruacioneve, përdorimit të kontraceptive, menopauzës e tjerë. Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se nuk është tipike që migrena të shfaqet në tremujorin e dytë edhe të tretë të shtatëzënisë. Ushqimi mund të jetë një nga shkaqet, por nuk ka një shpjegim të qartë. Më shpesh bëhet fjalë për ushqim që konsumohet për një periudhë fermentimi ose forma të tjera të përpunimit teknologjik. Besohet se një lloj ushqimi ka një efekt negativ në hormonet tek disa njerëz dhe kështu kontribon në shfaqjen e dhimbjes së kokës. Shërimi, kjo varet nga numri i sulmeve në periudhën kohore të vëzhguar, intensiteti dhe kohëzgjatja e tyre, si dhe intensiteti i ngjarjeve shoqëruese autonome të përzierët apo vjedhjet. Terapi profilaktike, këtu është terapia e larmishme dhe përfshin oligoelemente, vitamina, suplemente, antioksidante, beta bllokator, antidepresiv, antiepileptik e tjerë. Zakonisht është e nevojshme të merret terapi profilaktive, por për disa muaj me një kalendar të rregullt, që dhimbjet e kokës të kemi një pasqyrë objektive në efektin e
terapeutik të disa ilaçeve. Terapia e sulmeve individuale është gjithashtu e larmishme dhe shpesh e kombinuar. Ilaçet përfshin triptanet, preparatet e orgetës, analgetikët jo steroid, antiemetikët, kortikosteroidët për administrimin parenteral dhe solucioni antiedematoze. Terapia rregullohet individualisht, gjë që kërkon kontakte të herpashershme ndërmjet mjekut dhe pacientit për të monitoruar efektin e terapisë dhe korrigjimin e saj. Krahas terapisë medikamentoze aplikohet edhe psikoterapi individuale, elektrostimulim perkutan i nervit trigeminal e tjerë. Është një procedurë inovative terapeutike parandaluese me antitrupa monoklonal dhe për disa lloje është e mundur që të përdoret botoksi kundër migrenës. Ju faleminderit për vëmendjen.